po hapet një kapitull i ri në arkitekturën globale si antare themeluese e Bordit Paqes. Më vjen mirë natyrisht për jehonën e fjalës që mbajta në emër të Shqipërisë, ku konfirmova dhe pjesëmarrjen e vendit tonë në forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza, po mbi të gjitha përcolla botërisht shqetësimin tonë kombëtar për maskaradën e pabesueshme të drejtësisë ndërkombëtare në Hag, ndaj Hashim Thaqit dhe çlirimtarëve të Kosovës. Kam besim se niveli i ri i sensibilizimit lidhur me atë gjykatë deri më sot pas një standard demokratik ku akuza dështoi me turp të provonte se UÇK-ja ishte një sipërmarrje kriminale dhe u lëshua në fund e dëshpëruar me kërkesën mizore për 45 vjet burg për Hashim Thaqin dhe 3 udhëheqësit e tjerë të luftës shqiptare, do të ndikojë në përgjegjshmërinë e trupës gjykuese, e cila duhet zgjedh mes drejtësisë për Kosovën dhe turpit të njollosësve të Kosovës, pavarësisë së çlirimtarëve dhe poshtërsisë së përndjekësve të tyre, dinjitetit të një gjykate dhe vetëpërdosjes së saj përfundimtare. Projekti i riedzimit të zemrës historike të Durrësit po shoqërohet me keq interpretime dhe keq informime që nuk kanë sosur, ndërkohë që realizimi i tij është me natyrë strategjike për të ardhmen e qytetit vjetër mesdhetar dhe të Shqipërisë europiane si një destinacion i rëndësishëm turistik në mesdhe. Zona arkeologjike A, ku do të marrë jetë projekti, nuk është një hapësirë e zakonshme urbane dhe çdo debat pronash mbi atë zonë nuk duhet dalë nga korniza e faktit themelor. Ajo zonë është pronë e thesarit të trashëgimisë sonë kombëtare dhe pjesë e trashëgimisë botërore. Amfiteatri Romak, Forumi Bizantin, termat romake janë monumentet të qytetërimit evropian, jo thjesht monumentet të regjistrit tonë kombëtar të trashëgimisë. Objektivi për hyrjen e kësaj zone në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO se çon këtë projekt përtej dimensionit kombëtar, bën një detyrim ndërkombëtar. Ky projekt nuk ka lindur sot, as ka marrë formë në errësirë, po është mbështetur me një program të kahershëm të kësaj qeverie për atë zonë, si dhe mbi një plan menaxhimit integruar hartuar nga Ministria e Kulturës dhe hedhur në konsultim publik qysh në vitin 2022. Ligji për trashëgiminë kulturore e detyron shtetin të ndërhyjë kundër degradimit apo ndërtimeve informale në zonat e trashëgimisë kulturore. Pikërisht këtë ne po bëjmë. Historia ndërkombëtare tregon se asnjë vend nuk ka zbuluar, nuk ka konservuar dhe nxjerr pa trashëgimi të këtyre përmasave pa ndërmarrë shpronësime. Në Rom, mira prona e shpronësuar për hapjen e forumeve imperiale. Në Athinë, ku realizuan shpronësime masive për zonën përreth Akropolit dhe krijimin e parkut arkeologjik. Ne do të bëjmë pikërisht këtë me ndjeshmëri dhe me drejtësi ndaj banorëve, po me vendosmëri ndaj interesit kombëtar. Draft rezoluta e publikuar nga Parlamenti Evropian për vendin tonë është një vlerësim i qartë për progresin e Shqipërisë. Ai dokument vlerëson hapjen e të gjithë grup kapitujve brenda 13 muajve. Gjë që përbën një rekord në historinë e integrimeve europiane dhe në ndërkohë theksohet ritmi i shpejtë dhe domethënës në procesin e negociatave me nënvizimin rreth ambicjes sonë që negociatat të mbyllen brenda vitit 2027, duke evidentuar progresin në forcimin e institucioneve demokratike, shtetin e së drejtës, reformën socioekonomike, politikat mjedisore, bashkëpunimin rajonal dhe përputhshmërinë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë Bashkimit Evropian. Kjo draft rezoluti është një tjetër sinjal shumë i rëndësishëm për publikun tonë. Shqipëria po ecën me ritëm, me qëndrueshmëri dhe me qartësi strategjike në drejtimin e duhur. Të njëjtën gjë konfirmuan takimet që delegacioni pluralist i Parlamentit Evropian zhvilloi në Tiranë gjatë kësaj jave. Rreth 720 efektiv të policisë shtetit, ata që shërbejnë në vijën e parë të përballjes me rrezikun më të lartë, do të përfitojnë rritjet më tejshme pagë.
forcat Renea, forcat kombëtare të sigurisë dhe forcat e posaçme operacionale do të mbështeten ende më shumë për punën sfiduese dhe të vyer që bëjnë në shërbim të komuniteteve, në shërbim të atëdheu tonë përbashkët. Një inspektor në Renea do të paguhet tani më afro 1.600 euro, ndërsa një drejtues në këtë strukturë do të arrijë në afro 2.300 euro. Për forca operacionale, paga një inspektori do të shkojë rreth 1.200 euro, ndërsa për një kryekomisar mes 1.600 dhe 1.700 euro. Bashkë me investime serioze në teknologji, trajnim dhe pajisje, kjo rritje është një pjesë tjetër e qasjes konstante për forcimin e rendit dhe vendosjen e një raporti sa më drejt mes kërkesës për rezultate dhe vlerësimit sa më të përshtatshëm të këtyre rezultateve. Këtë javë është kryer edhe një transferim i rëndësishëm financiar që lidhet drejt për drejt me të ardhmen e sistemit pensioneve dhe me çka jemi zotuar për gjyshet dhe gjyshrit e kësaj republike. Sikundër e kishim paremëruar, fondet e kursyera buxhetore të vitit 2025 do të depozitoheshin në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë, gjë që sapo është bërë në një shumë prej 167 milion euro. Transferimi i këtyre 167 milion euro në këtë fond e rrit kapacitetin e sistemit për të përballuar qoftë ato që janë zotime të marra gërm për gërm dhe shifër për shifër, muaj për muaj e vit për vit ndaj pensionistëve, por edhe detyrimet afatgjata, duke garantuar kështu rritjen e premtuar të pagave mujore për pensionistët si dhe qëndrueshmërinë e sistemit. Shumë e veçantë ka qenë vizita kësaj herë në Prishtinë në vigjiljen e ditës kombëtare të pavarësisë Kosovës, pas bombës prokurorëve të Hagës mbi Kosovën, si dhe po ashtu pas votbesimit të qeverisë së re të Kosovës në kuvendin e Republikës Kosovës. Sebebi i kësaj vizite ishte ftesa e një miku të kahershëm dhe një burri fisnik nga Prishtina, profesor Ahmet Shales, në promovim e librit të tij Kur heshtja flet. Një libër që duhet lexuar për të mësuar më shumë dhe kuptuar më thellë mbi procesin në Hag kundër udhëheqjes së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Por takimet me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministin Albin Kurti ishin tejet pozitive, qoftë për nga këndvështrimi i harmonizimit të angazhimeve ndërkombëtare me Vjosën, qoftë për nga këndvështrimi i rritjes bashkëpunimeve kombëtare me Albinin. Qershia mbi tort ishte bashkëbisedimi me studentët e Universitetit Hasan Prishtina dhe me nxënësit e gjimnazit Sami Frashëri, të cilët i ftohem me shumë ngrejtësi në Tiranë për të vazhduar komunikimin ton të filluar më herët. Ndërsa të nesërmen, më 17 të shkurtit, telefonata e përvitshme e urimit të pavarësisë që marrë nga Haga ishte posaçërisht emocionuese këtë herë, pas asaj çmendurie të prokurorisë speciale. Por zëri i komandantit nga burgu i padrejtisë ndërkombëtare ishte realisht, sinqerisht, më i qetë se asnjëherë. Në fillim e në fund bisedës, Hashimi më përsëriti fjalinë: "Unë e kam fituar për jetë lirinë dhe ku do të ndodhem, atë nuk ma merr dot kurrë askush."